Berisha për mua ka sukseset dhe dështimet e veta, por Berisha për mua ka humbur shansin historik për të pasur një dalje normale nga politika. Pse? Po kjo është një prej dilema. Këtu mund ngrem hipoteza nga më të ndryshme. Pse Berisha nuk ikën? Kjo është pyetja. Unë besoj që nuk ikën sepse ai është pjesë e një klani interesash të cilët nuk mund t'i lërë mbalt. Dhe ky klan pa Berishën dështon. Kush është ky klan? Tash ne mund ta hamencojmë këtë, po fakti që njerëz rreth tij janë pasuruar, janë me pushtet, kanë impakt ekonomik, tregon që janë të lidhura interesat e tij me Berishën. Jo, këtu se kuptova shumë. Ç'është ky klan dhe ç'janë këta që janë pasuruar? Po, ne nuk mund të themi që Berisha ka qeverisur pa pasur njerëz që e mbështesin, qoftë nga oligarkia, qoftë nga njerëz të vetët, qoftë njerëz në politikë. Ka njerëz të cilët për shembull kanë, po të shohësh, tek dosja Partizani, ka njerëz të cilët janë pjesëmarrës në krimin që ka bërë Berisha aty për të marrë tokën atje. Dhe këta njerëz sigurisht sot janë politik. Dhe patjetër që kanë varësi ndaj Berishës, dhe Berisha nuk mund t'i lërë ata nuk mund ta lërë Berishën. Por nga aspekti tjetër, ka njerëz që janë pasuruar, patjetër që janë pasuruar, familja e tij është e pasuruar. Ne nuk mund të themi, se unë nuk flas dot pa folur gjykata, por politikisht e lexoj që këta njerëz kanë interesa ekonomike. Dhe interesa ekonomike varen nga qenia e Berishës në politikë. Kjo është një hipotezë që unë ngre. Po hipoteza tjetër që është gjithashtu e besueshme është dhe fakti që Berisha ka një problem. Unë e quaj ndoshta psikologjik me pushtetin, nuk rri dot pa qenë në politikë. Dhe madje ai e thot vetë këtë, e thot hapur, domethënë një gjë që një lider tjetër do duhet ta fshihte, Berisha është faq hapur. Thotë që unë nuk bëj dot, nuk dalun përtesa i Berishës. Po fakt ky është një problem. Sepse një lider i arsyeshëm dhe lider themi i cili është i predispozuar që të jetë në shërbim të njerëzve, të qytetarëve apo të vendit vet, është një lider që kupton që vjen një moment që ti nuk duhet të jesh më, nuk ke çfarë jep më. Ti duhet të kuptosh që cikli jot është i mbyllur. Ai ka thënë dikush që duhet të iki? Unë besoj që ja ka thënë, nëse ka njerëz vërtet që e duan. Jo, keni informacion? Jo, nuk e di, nuk fare. Unë ka një gjë, unë përgjithsisht ta them këtë që nisem nga mënyra si e lexojmë politikën, është unë konsideroj politikën diçka publike. Dhe përgjithsisht nuk u vë veshin edhe gjërave që dëgjoj, sikur janë informacione të brendshme, sepse kam prirjen që të them që shumica prej tyre janë gënjeshtra dhe unë nuk mund t'i marr për bazë kur gjykoj politikë. Pavarësisht se i di nga njerëz brenda etj. Se qëllon që takon njerëz që kanë informacione më nga brenda grupeve politike se sa ato çfarë shfaqet publik. Por nuk kam garanci sepse unë e di shpeshherë që edhe ata që janë brenda ose gënjejnë ose janë të gënjur ose shpeshherë bëjnë spinë etj. Kështu që nuk i marr për bazë shumë. Cili është roli i Sali Berishës në histori? Sepse ai në këto 35 vjet ka dominuar. Patjetër. Tash Berisha roli i Sali Berishës është kjo Shqipëri që jemi sot, me të mirat dhe të këqijat e veta. Pra Shqipëri që sigurisht ka bërë shumë ndryshim nga koha e komunizmit, këtë duhet ta pranojmë, sigurisht që ka një zhvillim. Por zhvillimi është jo mendojmë për shkak të klasës politike, por është për shkak të logjikës me cilën historia funksionon apo zhvillohet në kushtet kur tashmë nuk jemi më në diktaturë. Brenda këtyre patjetër që ka dhe arritet e veta, patjetër që heqja e vizave, integrimi në NATO janë vlera të cilat Berisha mund dhe duhet krenohet, por për mua Berisha gjithashtu si dhe tjerë, si dhe Nano, si dhe Rama, fajtor për tranzicionin e gjatë dhe thellë të këtyre 35 viteve dhe faktin që ky vend akoma s'ka dalë dhe s'po del nga ky tranzicion. Për shkak se ky vend nuk ka ndërtuar dhe nuk do të ndërtojë institucione të qëndrueshme, të cilat janë ato që e qeverisin dhe e orientojnë vendin dhe jo vullneti i liderëve. Këta kanë dalë mbi vullnetin e institucioneve. Dhe kjo për mua është një kosto shumë e madhe, saqë jemi sot në vendin ku në pozitën ku edhe nëse ndjekim dhe pranojmë logjikën e Berishës dhe berishisëve, pas Sali Berishës nuk mund të bëjmë dot. Pra një vend, qoftë kaq, që vjen në një pikë ku thotë që është i vetmi që mund të bëjë këtë vend ose i vetmi që mund të dramën, tregon që ka dështuar të gjej apo të prodhoj njerëz. Ke qenë ndonjëherë berishist veti? Po kam qenë patjetër në 92-97 sigurisht që kam qenë patjetër. Dhe Jegër, domethënë sepse e konsideroj veten antikomunist dhe mendoja që
Berisha madje edhe këta që dilnin nga Berisha, përveç Abdi Baletës, për cilin nga pas gjithmonë respekt, mendoja që këta janë të shitur që ikin nga, po atëherë kam qenë fëmijë, do të kuptohet, që pra punojnë për partinë e punës fshetas dhe duan të shkatrojnë. Po pse ishe ti berishist dhe pse ishe antikomunist? Kishe ndonjë arsye të veçantë? Sepse unë që i vogël, jo se jam rritur në familja ime sigurisht ka qenë një familje që nuk e donte regjimin, po si të gjithë familjet e Tiranës në atë kohë, unë jam nga Tepelena me regjim, por i madh ka lindur në Tiranë, gjyshi im ka ardhur i ri në Tiranë. Po ti je nga Tepelena? Dhe me origjinë po, patjetër, lab. Lab. Po pra, do të thonë ti thjesht ke ardhur më herët në Tiranë si pjesë e tjerë. Kjo thjesht është kohë. Po gjaku është po ai. Po se më tiri nuk mund të jetë Tiranë. Patjetër. Po pse ishin kundër regjimit? Unë mendoj që prindërit mi kanë qenë mësues dhe kryesisht në cilin vend? Po, kryesisht kanë qenë për fshatra, se në atë kohë kështu çohet. Njerë kanë qenë, janë njohur prindërit mi në Mirdit. Mirdit, ë? I madh ka qenë në Arban, në Babrun, derisa gradualisht erdhi. Në fillim në Mirdit. Po. Po origjina në Tepelen nga cilin vend? Nga Bënxha. Nga Bënxha je? Po, patjetër. Wow, Ergys Mërtini që nga Bënxha. Po ke lidhje me Bënxha apo i ke prerë fare? Kam sigurisht kushërim, po nuk e di në Bënxh, po në Tepelen po, jetoj në Tepelen. Paktën ato që njohin. Kur ke qenë për të fundit në Bënxh? Po kam kaluar atje pra 2 vjet, se unë shkoj në një vit, më pëlqen ajo zona atje, del nga bregu. Ku ishte Fatostano në Burg atje, ke qenë ndonjëherë? Jo. Vonë kam qenë për të parë. Vonë ke qenë për të parë, aty në rrejtë tua. Unë kem pas 5-6 vjet jam. Dhe ata ishin antikomunist prindët e tu, pse domethënë prindët nuk se ishin gjyshit, njëherë. Erdhën gjyshit këtu. Gjyshit po, jo, në kodën verit nuk kam nuk kam pas goditje. Nuk di çfarë të them se nuk shpreheshin, po unë di që prindërit e mi, paktën nga viti 85-86, shprehin pak kënaqësi ndaj jetës në atë kohë, dhe sigurisht që kjo i bënte të ishin kundër atij regjimi. Dhe 90-ën ishte 90-ën, unë mendoj që vendi ose paktën Tirana e 90-s ka qenë një adrenalinë e vërtet. Ideja që po ikim nga ky regjim dhe që do jetojmë dhe ne si Europa ishte vërtet shpresdhënëse, ishte dhe në 90-ën ju sa vjeç ishit? Unë kam qenë 11-12 vjeç. 11, patjetër, po. Ama unë di që kishte një goditje nga regjimi. Unë kam pas qetësa vepra të Enver Hoxhës dhe i kam djeg në rrugë. Ky ishte mënyra ime prej 11 vjeçari për të reaguar ndaj regjimit. I kam djeg në rrugë. Domethënë, ku ma tregon me saksi, se është moment shumë i bukur. Dhe kur? Domethënë, kjo ka qenë para rënies bustit, ose atë ditë ku ishte greva urist studentë. Mbaj mend që me gjithë shokët të lagjes, duke qenë janar. Shkurt, kur monumenti u urrëzuan 20 shkurt. 20 shkurt, pra po mund të ketë qenë 2 ditë para. Pak ditë para, domethënë në shkurt 1991. 91, po. Ti 11 vjeç, bashkë me shokët e lagjes, ku kishe shtëpinë? Tek ke parasysh ATSH e Malori ATSH-s. Po, ajo aty. Aty kishe shtëpinë. Aty edhe. Se pasin qendër fare, antikomunizmi aty në qendër. Po, shiko, aty ishte Moska. Zona e Tiranës vjetër, se aty është afër. Domethënë edhe lagjet aty tradicionale që kryesisht antikomuniste. Në atë, në zonën 105, mos gaboj, është, jo, më fal, 108 është aty diçka më kem pazar i ri, ka konkuruar Amizalia në atë kohë dhe ka humbur përballë Franco Roqit, që bëri kaq në jetë mundi Amizalin dhe nuk u mori politik. Si të erdhi kjo ide që ti do digje veprat e Enver Hoxhës? I kishe në shtëpi? Po, nuk e mbaj mend të cilësh nuk e mbaj mend as kujt gjeta se mund të kem pas ki gjyshja, sepse kam pas jetuar me gjyshen dhe Xhaxhan, se ka qenë një apartament i madh, në atë kohë ishte një jetonin disa familje në një ka qenë private, ka qenë shtëpi batet ka qenë ishpërnarësh, i ndërtuar nga italianë, ka qenë e madhe, kemi jetuar me familjen e Xhaxhait në të njëjtën mos më thuaj me ato kubaturat e larta. Shumë sepse dhe ti bashkë me fëmijët e mund të ketë qenë të gjyshrit, se më mend tash ku gjeta veprat dhe pati dhe të tjerë, se isha vetëm unë, thonë brëm bash, hajde djegim, nga shtëpia. Është shumë lart të mbaj mend. 10, 15. Po 5-6 këtë diun. Dhe vendin e mban mend fiks? Po mund të derë shtëpis. Te derë shtëpis aty. Rruga, te rruga trotuar, po. Aty do të thonë gjithmonë ku ka qenë atë atë ajo Malori aty. Dhe mbaj mend madje që tani është një vit më vonë aty ç'është. Një vit ATSH-ja fiks. Kafe ATSH. Po, një vit më vonë kam marrë pjesë në protestat që rrëzuan Fatostanën, që kam qenë shesh mbaj mend dhe po 12 dhe mbaj mend sampistët që
u futën, unë u fsheha brenda tek Pallati i Kulturës. Sot është Adriani. U fshem poshtë banaqeve aty dhe erdhën sapisët mu duken si të çmendur normalisht ishin edhe të terrorizuar nga turma që gjuante me gur, sepse ata shkretët dhe u fshem nga sapisët se mendonin që mund të gjuani mua, po unë pavarësisht ata nuk sigur që më kam parë si fëmijë dhe s'do godisni një fëmijë, por fëmia në atë kohë ishte duke gjuajtur me gur atyre, kështu që e ke gjuajtur me gur sampisët? Po, kam gjuajtur si gjithë njerëzit.